Punimet për rritjen e eficiencës energjetike dhe përmirësimin estetik të pallateve po vazhdon në qytetin e Shkodrës. Krahas ndërhyrjes që po bëhet në lagjën Perash, po punohet edhe përgjatë rrugës Hafiz Sabri Koçi, ose si quhet ndryshe tek ura Dervishbek. Projekti për restaurimin e pallateve në Shkodër po vjen, aktualisht po punohet pranë urës Dervishbek, ku po bëhet e mundur veshja me kapot e pallateve ekzistuese. Investimi që po realizohet vlerësohet edhe nga banorët e zonës, të cilët theksojnë se kjo ndërhyrje ka qenë e nevojshme pasi pallatet e ndërtuara rreth 40 vite më parë po shkonin drejt amortizimit. Punë shumë e mirë. Ja ka vlerë edhe është tamam momentin që duhen mu kap, sepse veç mu degradu më së edhe më tepër. E kanë shpëtu pallatin, e kanë shpëtu njerëzit që jetojnë më. Është një mirë qenie. Puna është shumë me cilësi të mirë, investimet janë shumë të mira, edhe gradualisht punët janë të shku shumë mirë. E nevojshme ka kënë, edhe është prapë nevojshme që ka nevojë pallatet e Shkodrës, janë, si thonë, degradumi fije, tash janë të bëmi cilësi moderne. Përmes sistemit kapot, fasadet e godinave po transformohen, duke sjellë jo vetëm një pamje tjetër për këto godina, por edhe kursim energjie për banorët.